Alban Dokushi, sekretari i përgjithshëm i Bashkisë së Tiranës, u paraqit këtë të martë në prokurorinë e posaçme për të dhënë shpjegime në kuadër të hetimeve që struktura antikorrupsion po kryen ndaj kryebashkiakut Erion Veliaj dhe bashkëshortes së tij Ajola Xoza. Thirrja e Dokushit vjen pas përgjimit në paraburgim të kryetarit të Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj, bisedat e të cilit u përdorur nga SPAK si provë gjatë seancës në apelin e posaçëm. U la në fuqi masa e sigurisë arrest me burg për të. Dokushi është një nga zyrtarët e bashkisë që ka zhvilluar takime me Veliaj në paraburgim, fakt që e pranoi edhe vetë ai për mediat. Në lidhje me përgjimet në qeli të zotit Veliaj? Jo. Nga kush Po, prokuror? me autorizim të prokurorisë posaçme, po. SPAK ndërkohë ka sekuestruar serverin e kamerave të sigurisë në paraburgim për të verifikuar takimet që ka zhvilluar kryebashkiaku Veliaj. Në përgjim ai dëgjohet teksa kërkon intimidimin e dëshmitarëve, ndërsa orkestron sipas SPAK sulme ndaj gjyqtarëve e prokurorëve. Veliaj dhe bashkëshortja e tij si dhe 6 biznesmen janë në hetim nga prokuroria e posaçme për korrupsion e pastrim parash.